Pogradeci është ftuar zyrtarisht në Austri përmes ambasadës shqiptare në Vjenë në kuadër të promovimit të artit, kulturës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Gjatë kësaj vizite u hodhën hapat e parë për një partneritet strategjik në qytetin Istadën dhe u diskutuan mundësi bashkëpunimi me Leoben në fushat si administrata, mjedisi dhe projektet europiane. Delegacioni i Bashkisë së Pogradecit zhvilloi gjithashtu takime në Gras me përfaqësues të qeverisjes lokale, ku u trajtuan mundësi të reja shkëmbimesh institucionale. Një nga momentet më të rëndësishme të vizitës ishte zbulimi i pllakës përkujtimore në godinën ku ka jetuar poeti Lazgush Pogradeci nga viti 1927 deri në 1934. Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë autoritetet austriake dhe shqiptare, ndërsa u lexuan edhe poezi nga vepra e poetit. Vendosja e pllakës është pjesë e një nisme për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare në Austri. Ambasadori i Shqipërisë në Vjenë, Fate Velaj, vlerësoi rëndësinë e kësaj nisme, duke theksuar kontributin e shqiptarëve në kulturën europiane me forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Vizita shënon një hap të rëndësishëm në zgjerimin e bashkëpunimit nëpërmjet Pogradecit dhe qyteteve austriake.